Përshëndetje miq, të dashur dhe ju ndjekës të këtij kanali. Tema sot është pse na duhet të njohim Zotin. Pra pse na duhet Zoti. Dhe në fakt nuk do të kisha marrë mundimin të ndaj disa reflektime mbi këtë temë, nëse nuk do kisha ndjerë kaq shumë, do thëja, dhimbje, po edhe hidhërim për shumë njerëz të cilët më janë drejtuar, më shkruajnë, më pyesin, me të cilët bisedoj thuajse për ditë, të cilët vuajnë kaq shumë, vuajnë në mënyrë të tejskajshme, nuk kam paqe në zemrën e tyre, nuk kam paqe në marrëdhëniet e tyre. Dhe teksa më drejtohen, dhe ç'është e vërteta, lavdi Zotit, disa më janë drejtuar se shojnë te unë një paqe, shojnë te unë një qetësi, dhe më thonë si ja bën ti. Dhe kur unë i them të vërtetën që si qëndron gjithë kjo çështje, madje duke i parashtruar që unë kam pasur një jetë me më shumë vështirësi se kjo e juaja, por i them teksa besova, Zoti më ndryshoi zemrën time, më ndryshoi jetën time, dhe më dha paqe, më dha siguri, dhe tashmë e di ku po shkoj, e di si po jetoj, e di çfarë duhet të bëj, jam shumë i sigurt dhe kam gjithçka të qartë. Pra, më janë hapur sytë e mendjes, më janë hapur sytë e zemrës, dhe kjo është punë e Zotit, i them. Dhe sapo i flas për Zotin, një pjesë të madhe e këtyre njerëzve shoh që fytyra e tyre ndryshon, pezmatohet, dhe tendenca nuk është thjesht të largohen, por është që të kundërshtojnë. Dhe kjo është pika ku unë ndjej keqardhjen më të madhe. Pra këta njerëz të mirë, do thoya, për cilët kputet shpirti, dhe një besimtar i krishterë, besoj këtu më kupton shumë mirë se çfarë përjeton zemra e një krishteri për njerëz të tillë, të humbur në qorsokaket e kësaj bote, që i çon njerëzit sa në argëtim, sa në shthurje, e sa në dhunë edhe në padrejtësira, vetëm që mos njohin Zotin. Pra, kjo keqardhje e madhe për ta njerëz që nuk kuptojnë që të jetosh pa Zotin është si të jetosh si peshku pa ujë. Pra, si mund të jetoj një peshk pa ujin? Imagjinoni një peshk në oqean, në lum, në liqen, po qoftë edhe në akvarium. Nëse s'ka ujë aty, a mund të jetojë ai peshk? Besoj përgjigja është mjaft e kuptueshme, nuk mund të jetojë. Zoti Jezus në Bibël thot, ejani tek unë, thot, që të keni jetën. Do thot që pa Perëndin nuk ka jetë. Por ndonjëri mund të pyesi me të drejtë, mund të thot, po ja, unë jetoj. Po pra, çështja është si jeton, a jeton jetën e vërtet, për cilën Zoti ka krijuar, jetën me bollëk, jetën e përmbushur, apo jeton për inertësi, pa e ditur ku po shkon, dhe bën siç bëjnë gjithë tjerët, ndërkohë që vetë duket më i veçantë nga të tjerët, por ndërkohë je sklav i egoizmit tënd. Je sklav i pasioneve tua. Bën Zot tëndin veten tënde, ose punën tënde, ose çdo gjë tjetër, asetet që posedon, deri tek makina, rrobat. Për çfarë jeton, me pak fjalë? Duke ditur se një ditë të gjithë na pret i njëjti fund. Fundi për çdo njeri, si të pasur dhe të varfër, është 2 metra tokë në dhe. Atje do shkojmë të gjithë, pra ky trup, atje do shkojmë. Jo më kot edhe në Bibël, profeti Job thotë që asgjë nuk kam sjellë në këtë botë dhe asgjë s'do marr me vete. Lakurish erdha në këtë botë, lakurish do shkoj. Ky është fati i njeriut. Çështja është pse jetojmë.
pse jetojmë. Nëse kjo jetë është kaq e bukur pa Zotin, atëherë pse mund të pyesësh një njerëz që jeton me Zotin që si ja del ti është kaq i qetë kur ke kaq shumë trazira përreth? Pse mund të shtohet kjo pyetje? Dhe pse kërkohet përgjigje pra të jepen zgjidhje pa Zotin? Ku të shon një zgjidhje pa Zotin? Unë do thëja me përgjegjësi më të madhe të çon thjesht e për shkallëzimi i kësaj vuajtje dhe maksimumi mund të mësoj një teknikë që si ta fshesh dhimbjen, si ta fshesh vuajtjen. Pra si të shtirësh më bukur. Si të bësh sikur je dikush ndërkohë që si je asgjë. Të gjithë ne jemi asgjë pa Zotin. Dhe Zoti Jezu Krisht, që për ne të krishterët është Zoti dhe Perëndia i vërtet, thotë që pa mua ju s'bëni dot as edhe një gjë. Pra njeriu pa Zotin nuk bën dot asgjë. Nëse deri më sot njeriu ka dalë vetëm sepse Zoti ka dhënë fuqi, Zoti ka dhënë talente. Dhe këtu ai ka marrë, si të thuash, de facto që nga krijimi, sepse Bibla na thotë që çdo njeri është krijuar sipas shëmbullimit të Perëndisë. Dhe ai ka këto atribute që në lindje është krijues sepse krijuesi ka krijuar në këtë formë të tillë. Por ama e ka krijuar që të jetë në një marrëdhënie me të. Dhe po flasim për një marrëdhënie shpirtërore, që burimi i jetës të mbushet e mos të jetoj si peshku pa ujë. Disa tjerë shtrojnë pyetjet që po pse ne të tjerët le të themi që thjesht duam të jetojmë sipas dëshirës tonë, përderisa është e drejta jonë dhe kanë të drejtë, është e drejta e tyre. Zoti na ka dhënë vullnet të lirë që të zgjedhim jetë me Zotin apo jetë pa Zotin. Dhe thonë, pse unë duhet bombardohem me propagandë fetare sipas atyre, kur kjo gjë mua nuk më intereson. Dhe pikërisht, të dashur miq dhe ju ndjekës, për të përgjigjur këtyre pyetjeve duhen argumente shumë të gjata. Nuk do mjaftonin dhe libra të tërë. Por ama me përulësi mund të themi vetëm një gjë. Dhe kjo është e sigurt. Fakti është që është mendjemadhësi shumë e madhe e njeriut të thotë që Perëndia nuk ekziston. Madje nuk është thjesht mendjemadhësi, po është egoizëm, krenari dhe rebelim ndaj Perëndisë. Mjafton të shohësh krijimin, thot Bibla, çfarë të rrethon. Dhe mjafton si provë për të vërtetuar krijuesin, që ka krijuar gjithçka me dashuri për ne njerëzit. Pra, askush nuk është i shfaqsuar, nuk ka se si gjem pretekste, teksa sheh krijimin dhe thot nuk ka Perëndi. Dhe nëse këta njerëz mendojnë që janë kaq zgjuar, pse shkencëtar kaq të ndritur që ka njohur bota sot, pa të cilët nuk do kishim as energjinë elektrike, as internetin që po komunikojmë, as një formë teknologjie, ku mund përmendim Newtonin, mund përmendim Pascalin, Einsteinin apo edhe Teslën. Pse ata besonin në Zot? Që ishin mendje të ndritura dhe që na kanë bërë jetën kaq komode. Ndërkohë që njeriu i sotshëm, njeriu modern, me mendimtasi më të madhe thotë që nuk ka dhe nuk më intereson fare të di nëse ka një Zot. Edhe po pati, është diku aty në punën e tij, unë jam në punën time dhe është e drejta ime. Kjo është mendimtësia. Dhe një pyetje që mund të shtonim është, kush është ky njeri? Që të bëj pikërisht një pohim të tillë. Pse ndodh që në këtë kohë të ketë kaq shumë arrogancë dhe derisa të mohosh dhe të drejtën e Zotit, që t'i shtroj kërkesa e njerëzimit. Dhe si shton kërkesat, po edhe me anë të njerëzve të tij, me anë të besimtarëve. Dhe këtë e bën nga dashuria që njerëzit të dinë të vërtetën. Se vetëm e vërteta, thot Shkrimi i Shenjtë, vetë fjalët e Jezu Krishtit,
Vetëm e vërteta e bën njeriu të lirë. Njeriu nuk mund të jetë i lirë në skllavërinë e gënjeshtrës, në skllavërinë e hipokrizisë, të ignorancës, të arrogancës. Njeriu nuk mund të jetë i lirë nëse kërkon të dalë më i ditur se Zoti, pa lemë i ndritur se ata shkencëtarë që i përmendëm. E gjitha kjo të dashur miq është sepse ka shkrimi i shenjtë dim që Perëndia që në krijim, në krijimin e parë të njeriu të parë, i dha krijesës së tij mundësinë për ta treguar veten të denjë për bekimet dhe të mirat që Perëndia i kishte siguruar njeriu që në krijim. Por njeriu e përsërisim i gënjur nga ëngjëlli i rënë që është Satani, nga djalli, sipas profecive të shkrimit të shenjtë, u gënjye nga ky ëngjëll që shfaqet si ëngjëll drite në ato shkrimi. Dhe mësimi që i dha njeriu është, nëse ti nuk i bindesh Zotit tënd, ti do bëhesh si Zoti, do bëhesh vetë Zot. Dhe kjo është smundja që shoqëron njeriu që nga fillimi deri më sot. Ky është mëkati. Kjo është dalja nga rruga e Zotit. Gënjeshtra më e madhe që njeriu mund të bëhet Zot. Dhe këtu njeriu dështoi, dhe jo vetëm që dështoi, por humbi dhe pafajësinë e vet. Nuk mund të ishte më i shfaqësuar para Zotit. Sepse kjo fyrje ka që madhe ndaj karakterit të shenjtë dhe teje të drejtë të Perëndis, të Atit krijues të njerëzimit, duhej edhe të shlyhej. Po, ky mëkat ka pasoja. Kështu që me rënien e njeriu të parë, dhe kjo është e vërteta, të gjithë ne njerëzit jemi të rënë. Lindim në këtë natyrë të rënë dhe të ndarë shpirtërisht nga krijuesi ynë. Dhe si të tillë nuk jemi në gjendje ta kënaqim krijuesin ton. Dhe kur nuk jemi në këtë gjendje me Perëndin, nuk mund të jemi në gjendje as me të tjerët. Sepse nëse s'kemi paqe me Perëndin, nuk do kemi paqe as me tjetrin dhe as me veten ton. Dhe ky është thelbi i të gjithë problemit. Jo më kot në krishterrim, simboli është kryqi. Marrëdhënia vertikale, pra dreza vertikale është marrëdhënia me krijuesin, njeriu dhe krijuesi i tij. Marrëdhënia horizontale është njeriu dhe i afërmi i tij, njerëzit e tjerë përreth tij. Nëse një nga këto dreza mungon, nuk ka plotësim të këtij ligji hyjnor dhe paqja prishet. Ndajt e njerëzit nuk janë në paqe dhe vuajnë sepse mendojnë vetëm për veten e tyre. Kështu që nuk kanë asnjë nga këto marrëdhënie të siguruara, as me Perëndin, as me të tjerët. Jetojnë vetëm për veten e tyre dhe vuajnë pasojat e kësaj jetese. Ndaj dhe reagojnë në mënyrë aq, do thoya, impulsive, kur një besimtar i thotë të rregulloj marrëdhënien me Zotin. Po e rregulloj marrëdhënien me Zotin, e ka rregulluar dhe me të tjerët, dhe do ketë dhe paqe në zemrën e tij. Por reagimi i tyre është i tillë sepse errësira, na thuhet në Bibël, në mënyrë të tillë reagon ndaj dritës. Errësira në fakt edhe në shkencë, në fizik, le të them, do që ta mbylli dritën, ta mbuloj, por nuk ja del dot. Dhe drita që ne po flasim është e vërteta, është fjala e Zotit. Errësira janë gjithë gënjeshtrat që shpikin njerëzit për të larguar njerëz të tjerë nga e vërteta. Kështu që Perëndia, sipas fjalës së tij, na dha një mundësi që në fillim, por pasi ne prishëm këtë mundësi, e humbëm këtë shans, ai prap tregoi mëshirë, thotë shkrimi i shenjtë. Dhe kaq shumë e deshi këtë botë sa na dha një shans të fundit, një mundësi të fundit. Dhe ky është shansi i kohës në cilën ne jetojmë.
Ai pra pikërisht Perëndia siguroi një mjet duke u bërë vetë njeri, duke ardhur në mënyrë të mbinatyrshme, sipas gjithë profecive që i kishte dhënë njerëzve të tij, dhe lindi nga një virgjëresh, sipas profecive, duke bërë një njeri me një jetë të përsosur, derisa shkoi dhe bëri një flijim pajtues në kryq. Krishti në kryq, Mesia, shpëtimtari, u bë pikërisht për këtë gjë, që të na pajtojë neve me Atin qellor. Sepse vetë njeriu, në errësirin që është, nuk shkon dot te drita. Errësira ka tendencën të largohet nga drita. Por drita erdhi në botë që ne përmes tij të bëhemi dritë dhe të bashkohemi me dritën. Kjo gjë, pra, ky lajm e zgjidhi çështjen me Perëndin, por nuk e ka zgjidhur për ne njerëzit. Pasi ne njerëzit na duhet të pranojmë këtë gjendje të pashpresë në të cilën ndodhemi. Të pranojmë të fajtonin dhe të pranojmë veprën e shpëtimit që Perëndia bëri në Krishtin. Në Biblën e Shenjtë, Veprat e Apostujve, kapitulli 17, vargu 30, na thuhet që Perëndia i urdhëron të gjithë njerëzit, kudo që janë, të pendohen. Pra Perëndia ka autoritetin dhe të drejtën të urdhërojë. Dhe ai urdhëron të gjithë njerëzit, kudo që ndodhen, vetëm që të pendohen. Pendim nuk do të thotë, të dashur miq, sepse po të qëndrojmë temës në këto gënjeshtra që jetojmë, pendes na duket thjesht pranojmë fajin, u pendova dhe kaq. Jo, pendes do të thotë pranosh gjendjen në të cilën ndodhesh, që pa Perëndinë si peshku pa ujë, dhe kthehesh dhe shkon tek burimi i ujit që të jetosh. Pra pendesa është kthesa e peshkut në ujë, në ujin e gjallë dhe të rrjedhshëm, që peshku të ketë jetën. Kjo është pendesa e vërtetë që Perëndia kërkon nga ne. Dhe kaq kërkon. Thjesht që zemrat tona të kthehen tek ai. Dhe po u kthyen tek ai, paqen që ai na jep, dhe është një paqe që na fal, është falas. Këtë paqe ndajmë dhe me të tjerët. Dhe kështu rregullohen marrëdhëniet tona, rregullohen familjet, rregullohen shtetet, rregullohet bota. Ndryshe nuk ka shpresë. Por fatkeqësia është që mira e njerëz, mira sot në kohët që jetojmë, sidomos në këtë bollok materialist të shtuar, ku i bashkangjit edhe teknologjia, duke parë jetët e njëri tjetrit, jetët e rreme të njëri tjetrit, ku shumë hiqen si milionera e të lumtur e të suksesshëm, por në fakt janë thjesht fasad. Njerëzit nuk i kushtojnë vëmendje këtij urdhri, që Perëndia ka mira vite që i flet njeriut. Dhe vazhdojnë jetojnë pa u kujdesur, pa përgjegjësi, pa marrë parasysh pasojat e çdo vendimi që ata marrin, pa marrë parasysh veprimet se si bëjnë të ndihen të tjerët, apo dëmet që i shkaktojnë shoqërisë, qoftë edhe këtij planeti, por mbi të gjitha, fyerjen që i shkaktojnë Perëndisë. Perëndia në fakt që duhet ishte i pari, fatkeqësisht është i fundit në rëndësinë që njerëzit në shumicën e kësaj bote vazhdojnë t'i kushtojnë. Por ama fjala e tij e shenjtë na paralajmëron që pas kësaj jete ka ose jetë ose vdekje. Ka ose një jetë të përjetshme me Perëndin, por ka edhe një vdekje të përjetshme larg Perëndisë. Ndaj të dashur miq, ky mesazh nuk është për të gjykuar se vetëm Zoti e gjykon këtë botë, por është thjesht për të paralajmëruar. Jemi qenie shpirtërore. Nuk mund të jetojmë dot pa shpirtin e Perëndisë. Dhe
Duke qenë se shumë banor të kësaj bote janë indiferent ndaj së vërtetës, ata nuk janë as të vetëdijshëm për mëshirën dhe për dashurinë e pamas të Perëndis, i cili pret dhe ëngjëjt e tij festojnë ato shkrimi kur një mëkatar pendohet. Pra kur një krijes e Perëndis kthehet te krijuesi i tij, si ai peshku që i kthehet ujit, thënë. Dhe duke qenë njerëzit të pa vetëdijshëm, të pa interesuar për shpirtin e tyre dhe shpirti i tyre është jeta e tyre, janë vetë ata. Po janë kaq të errur njerëzit sa nuk i kushtojnë rëndësi jetës së tyre, nuk merren me veten fare, nuk kërkojnë të njohin veten. Dhe për ne besimtarët e krishterë, dhe këtu flas juve vëllezër dhe motra, do ishte pabesi shumë e madhe mos t'i japim njerëzimit këtë mundësi për të gëzuar të mirat dhe bekimet që fal shpëtimi nga mëkati dhe gjykimi i fundit që pret çdo njeri. Le të ndajmë lajmin e mirë, Perëndia ka bërë paqe me njeriu përmes sakrificës së tij në Jezu Krishtin. Ky është lajmi që çdo njeri ka nevojë ta dëgjojë. Le të jetë si të jetë reagimi i tyre, ne kemi detyrë ta ndajmë të lajm për të mirën e të gjithëve. Nëse doni dikë, ndajani këtë mesazh, qoftë mesazhe të tjera. Mbi të gjitha thoni që Perëndia i do dhe është i gatshëm t'i falë, pavarësisht se çfarë mund të kemë bërë. Zoti t'ju bekojë të gjithë dhe paqja e Zotit me ju. Amin.